Në fund të shkurtit 2025, pra një vit më parë, llogaria në Telegram me emrin Homeland Justice mori një mesazh të shkurtër nga një blerës i interesuar për të dhëna të vjedhura. Nga ana tjetër e ekranit, ishte në fakt një agent i FBI-s amerikane që vepronte në mbulim dhe po hetonte tregtinë e databazave të hakeruara nga sistemet digjitale shqiptare. Në bisedën që pasoi, administratori i profilit pretendoi se kishte në dispozicion databaza që përfshinin të dhënat e sistemit e-Albania dhe regjistrat e kartave të identitetit së bashku me informacione të tjera të ndjeshme. Ai ofroi këto të dhëna për shitje kundrejt pagesës në kriptomonedhë. Sipas një padije federale të depozituar në gjykatën e Marylandit në Shtetet e Bashkuara më 4 mars 2025, hakerët i shitën agentit të FBI-s një databazë që përmbante numra identifikimi kombëtar, emra, data lindje, adresa dhe informacione të tjera personale të shtetasve shqiptar. Por ekspertët e sigurisë kibernetike paralajmërojnë se rrjedhja e këtyre të dhënave krijon rrisje dhe rreziqe afatgjata për qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Me Besmir Semana tani diskutoj pikërisht për këtë çështje që me sa duket i përket jo vetëm humbjes apo le të themi rrjedhjes së të dhënave kombëtare të shtetasve shqiptar gjithashtu, por sigurisë kombëtare të Republikës së Shqipërisë. Faleminderit Besmir që rikthehesh në takimin ton në revista MCN për të diskutuar mbi një temë kaq delikate siç e mendoj unë, sikurse është rrjedhja e të dhënave. Kënaqësitë jemi ju për të diskutuar një temë që po bëhen vite që po diskutojmë, por akoma nuk po e kuptojmë në vërtetë se çfarë po ndodh. Atëherë, në fakt, le ta nisim kështu. Kjo që na ka ndodhur, si mund na kushtoj, pra çfarë mund na prodhoj, çfarë kostosh mund na prodhoj? Atëherë, që qytetarët ta kuptojnë se sa rëndësishme është, mjafton të shikohet interesi që kishte dhe ka FBI. Pra nëse do ishte diçka që nuk do dëmtonte qytetarët dhe nuk do ishte një rrezik për sigurinë kombëtare, nuk besoj që FBI do harxhonte asete njerëzore për të marrë me këtë pjesë dhe para për të blerë këto dhëna. Minimumi i rrezikut që çdo qytetar shqiptar mund të haset sot, por mund të haset dhe pas 10 vitesh, është vjedhja e identitetit. Duke qenë se ne tani më po jetojmë në një botë digjitale ku dhënat tona personale janë aseti më i rëndësishëm, nesër pas nesër, ndoshta edhe pas 5 vitesh që ne kemi harruar dhe për një hakerim të tillë, këto dhëna mund të përdoren për të klonuar identitetin ton, për të kryer krime të ndryshme financiare, digjitale, duke qenë se çdo gjë tani më fatkeqësisht është publike për qytetarët shqiptar dhe duke përfunduar të gjërat më të thjeshta që po ndodhin rëndom në Shqipëri me fushatat e ndryshme të emaileve, phishing, me fushatat e ndryshme me smishing, me SMS, me telefonata dhe imagjinoni sa e thjeshtë është për këto call centra që mund të ndodhen në Indi, mund të ndodhen ndoshta edhe në Shqipëri për të bindur një qytetar për të rënë pre në momentin që ju keni të gjitha dhënat personale. Pra ju nuk keni thjesht një numër telefoni për të telefonuar, por keni dhe numrin e kartës së identitetit, pagen, keni shumë gjëra dhe një telefonat e tillë do e bën shumë të thjesht mashtrimin. Nëse flasim për call centra që ishin në Shqipëri ku call centra nga Shqipëria telefononin dhe mashtronin qytetar nga mbar bota, për ato call centra që mund të ndodhen në Shqipëri por dhe jashtë do jetë jashtëzakonisht shumë e thjeshtë për të mashtruar një qytetar shqiptar në mënyrë që të binte pre e këtij krimi ekonomik. Okej, kjo është njëra pjesë, pra le të themi një pjesë e një ekspozimi me problematikë sikurse ju e thatë. Po pjesë të tjera të një karakteri më të madh për sigurinë kombëtare, çfarë mund të kishte? Për shembull, fjala vjen, kartat e identitetit mund përdoren për klonimin e tyre dhe mund të kishim pastaj përdorimin e tyre për efekte të ndryshme. Fjala vjen, a mund përdoren ato për zgjedhje që mund ndikojnë në rezultat? Mund të arrijnë deri në atë pikë për përdorimin për zgjedhje, po për zgjedhje nga që zgjedhjet janë diçka lokale dhe fatkeqësisht duke qenë se këto dhëna dolen nga institucionet, ne kishim edhe rrjedhje informacioni nga institucionet në vetvete, nëse kthehemi pak pas në kohë dhe shikojmë pjesën e çështjes së Teamsit, nuk besoj që do përdoren këto dhëna sepse këto dhëna i kanë pasur dhe i kanë përdorur. Besoj. Pra nuk është kjo çështje. Çështja është që me këto dhëna mund të hapet një llogari
për kriptovaluta, tani më kemi edhe digitalizim të bankave, pra mund të hapet një llogari bankare dhe me anë të kësaj llogarie bankare mund të kryhen veprime të jashtëligjshme, bashkuar kjo dhe me pjesën e AI-t që do jetë shumë e thjeshtë me një agent AI për të kopjuar zërin ose për të kopjuar figurën, duke qenë se kemi edhe dhënat personale, është çështje minutash hapja një llogarie bankare në emër të dikujt tjetër dhe kuptohet që kjo mund të keqpërdoret që nga kryerja e veprave kriminale deri tek pjesa e transfertave parave, pjesa e pastrimit të parave, prestanome. Pa qenë në dijeni qytetari që është bërë prestanove, pra ka dhënë, si thosh me qira, e kredencialet e tij për të kryer një veprim të paligjshëm. Dhe me zhvillimin e teknologjisë ne nuk e dim ku do përfundojë, se ne flasim tani që do kemi edhe pjesën e digital wallet, pra portofolit digital ku çdo veprim do kryhet me anë të teknologjisë. Dhe imagjinoni nëse këto dhëna do keqpërdoren, që sigurisht që do keqpërdoren. Qartë. Dhe ka dhe diçka shumë të rëndësishme. Po. Aktualisht ne flasim për dhëna personale, por nuk kemi një reagim nga institucionet shtetërore për ta kuptuar në të vërtetë se deri ku kanë arritur të futen hakrat dhe çfarë dhënësh të tjera sensitive kanë. Kemi të bëjmë thjesht me dhënat personale qytetarëve, apo kemi të bëjmë edhe me dhëna shtetërore, të cilat mund të jenë dhe sekret ose top sekret. Sepse bazuar në postimet që ato kryejnë, ne kemi një akses të plot në infrastrukturat digjitale, qoftë ky akshi, qoftë kjo Parlamenti i Shqipërisë, qoftë posta shqiptare, pra bazuar në ato çfarë ato kanë postuar, deri diku të konfirmuar edhe nga institucionet shtetërore, kemi pasur një akses të plot. Por deri më sot nuk kemi një deklarat se çfarë është marrë. Pra ne presim të postojnë hakrat, që normalisht nuk dhe të kuptojmë se çfarë disponojnë ata. Dhe presim organizmat, siç është organet ndërkombëtare siç është FBI, por dhe shërbime partnerët e tjera për të na treguar se çfarë na kanë marrë. Ama nga ana tjetër, asnjë institucion shtetëror deri më sot nuk ka reaguar. Dhe reagimi është i rëndësishëm në mënyrë që ne të kuptojmë se kush është dëmi dhe si të mbrohemi. Pra, ne sot e kësaj dite nuk kemi qoftë dhe një manual se si duhet të mbrohen qytetarët shqiptar në kushtet ku tani më ndodhemi fatkeqësisht. Pra, kush duhet të jenë hapat shtesë për të mbrojtur identitetin tonë digjital. Po, për sa kohë akshi na ka rënë për tokë, kështu që kush do merret tani me qytetarët, kush ka hallën e qytetarëve, ne na shëmbur shtëpia, çatia si i thon historisë. Zorse i shkon mendja kujt që të merret me interesin e qytetarëve ose rrezikun që kanë ata nga ekspozimi. Do doja të ndalesha në një moment, nuk e di se sa lidhje ka, po kurioziteti më shtyu tani që po shteroje idetë dhe logjikën. Ne besoj të je informuar, kemi hapur bankën e parë online Jet Bank në Shqipëri. Sa mund të ketë kontaminim ose le të themi kompromentim një shtetas të cilit i është marrë, unë fjala vjen, më janë marrë dhënat dhe mua më hapet një llogari te kjo banka digjitale përmes një hakerimi ose një haker më përdor dhënat e mia. Si mund më ekspozoj ose dëmtoj muaj? Mund të sjellim një rast? Ka një lloj, si më thënë, dyshimi ose mundësie për ndodhur kjo? Pikës pari më bëhet qefi që po hapet një bankë digjitale në Shqipëri. Personalisht jam përdorues si një banke digjitale përveç se bankave tradicionale. Dhe në momentin që bëhet verifikimi i llogarisë, ato që të kërkohen janë dhënat personale. Përveç dhënave personale kemi edhe një verifikim të dytë i cili është me fytyrën tuaj me lvizje. Por siç e thash edhe më përpara, duke pasur një zhvillim kaq të lartë të AI-t, patjetër që do jetë shumë thjesht për hakrat për të krijuar dhe llogari digjitale. Fiktive, po flasim fiktive. Po flasim për llogari fiktive. Pra, qoftë kjo një bankë digjitale shqiptare, por dhe një bankë digjitale ndërkombëtare. Më rrezikshme se bankat është dhe krijimi i llogarive në pjesën e kriptovalutave, krijimi i llogarive në pjesën e bazave online që përdoren për transferta parash dhe për pastrim parash, pra secili nga ne mund të ketë një llogari, nuk e di, në një kazino ose në një bazë sportive në një XY shtet, ku ne kryejmë transaksione, luajmë, transferojmë para dhe ne një gjë të tillë nuk e dim. Pra,
shumë qytetarë shqiptarë aktualisht mund të jenë duke u përdorur pa dijenin e tyre për pastrim parash, qoftë duke nisur nga India dhe duke përfunduar në Shqipëri. Dhe ajo që mua realisht më vjen keq dhe më ndëm është mos reagimi institucioneve shtetërore. Okej, kam një pyetje që më erdhi tani me një herë natyrshëm se s'dua që të ikë nga kjo. Si mund ta ndalojmë të unë nuk dua të figuroj nesër në një strukturë të pastrimit parave në ishujt X apo në shtetin Y, sepse dikush ka përdorur dhënat e mia për shkak se i ka hakeruar nga Albania. Pra si mundet, pra çfarë duhet bërë që të ndaloj kjo ose të zhbëhet kjo ose të ndërprehet kjo mundësi? Atëherë ne fatkeqësisht kartat e tona të identitetit dhe pasaportat nuk i ndryshojmë dot, megjithëse do ishte mirë që qeveria shqiptare të niste një projekt për ndryshimin e numrave personal. Shtetet e tyre, qeveria e bën shumë kollaj që na marri nga e para edhe për pasaportat dhe për kartat. Puna është që kjo është përgjegjësia e qeverisë tani, më dhe është përgjegjësia e qeverisë. Pra kemi një rast konkret në Australi u hakeru një nga bankat, nëse nuk jam gabim, ose një kompani telekomunikacioni, nuk e mbaj mend tamam qartë tani, dhe qytetarëve ju dha mundësia që të ndryshonin mjetet e tyre të identitetit, kuptohet me kosto të cilat binin mbi kompaninë dhe mbi qeverinë. Pra, nëse ishte kompania ajo e cila kishte shkelur rregullat e sigurisë, do të paguante dhe të dëmshpërblente qytetarët për ndryshimin e kartave të tyre të identitetit, megjithëse rrjedhja e dhënave ishte shumë e vogël. Albania është strukturë shtetërore, kështu që praktikisht buxheti i shtetit duhet mbuloj këtë dëm për gjithë qytetarët e Republikës, të cilët pa dashin e tyre dhe pa asnjë dijeni të tyre janë ekspozuar tani më në probleme të cilat nuk e din se ku mund të fillojnë, nga zero deri në infinit, se nuk mund t'i përfillojnë. Dhe përsëri në një farë mënyrë, jo në një farë mënyrë, por në mënyrë jo drejt për drejt, por tërthort, përsëri do dalin nga xhepat tonë, duke qenë se kush është taksa paguas. Në fakt po ne i paguajmë, po të paktën mos paguajmë dopjo. Pra paguajmë statime, po mos paguajmë nga e para edhe kartat ID dhe pasaportat e reja. Nëse diskutojmë pjesën e mbrojtjes, ideja është e tillë, qytetarët shqiptarë kanë detyrim, si thua, të kenë sa më pak ekspozim online. Pra ato dhëna digjitale që ne tani fatkeqësisht i kemi publike, mos i ushqejmë edhe me dhëna të tjera që ne postojmë me foto të përditësuara etj. E di që është shumë për të kërkuar nga qytetarët, sepse duke nisur nga unë i pari postojnë në rrjetet sociale, dhe nëse nuk postojnë në rrjetet sociale janë pjesë e medias që zëri dhe figura ime do jenë dhe kam ekspozim, do duhet që të kenë kujdes me pjesën e kredencialeve, pra passwordet që kanë pasur deri më tani duhet të ndryshohen të gjitha. Dhe ajo që është më rëndësishme të shtohet dhe një hap i dytë sigurie, pra të kemi një multi-factor authentication, që mund të jetë me një SMS, me një email tjetër, me një aplikacion. Pra të kërkoj një konfirmim. Me teknologji të ngjashme. Gjithashtu do ishte mirë që do të bëjmë një kërkim për veten tonë her pas here online. Disave mund të duket çfarë ka ndodhur me statusin ton. Pra, çfarë ka ndodhur? Qoftë duke bërë kërkime me anë të agjentëve të AI, duke nisë nga ChatGPT, Grok, Gemini etj, por dhe në Google të thjeshtë. Çfarë po ndodh me ne online? Rezulton emri jon, jo vetëm në Shqipëri, por ndoshta edhe në shtet tjetër për një X ose Y arsye. Dhe në momentin e parë që ne hasim një cënim të integritetit tonë digital, patjetër që duhet të kryejmë dhe të bëjmë një denonsim pranë organeve kompetente. Dhe nuk duhet të ulim vigjilencën në asnjë moment. Sepse ato mund të përdoren dhe pas shumë vitesh. Megjithëse unë nuk jetoj në Shqipëri, megjithëse fëmijët e mi po rriten larg Shqipërisë, por dhënat e tyre personale janë marrë, sepse kanë lindur në Shqipëri. Dhe edhe ato duhet të kenë kujdes. Pra, e them këtë për t'ju drejtuar dhe diasporës. Pra, dhe diaspora duhet të ketë kujdes. Megjithëse nuk ka një lidhje të drejtë për drejtë me institucionet shqiptare, dhënat e tyre fatkeqësisht janë publike dhe mund të keqpërdoren në vende të ndryshme, në shtete të ndryshme. Dhe ajo që më bën përshtypje është edhe diçka. Një agent i FBI-s kontakton hakerat, blen dhënat për të kuptuar çfarë kanë marrë. Pse nuk e bën institucionet shqiptare, megjithëse ato e dinë se çfarë është. Në fakt, por për të bërë një në fakt nuk kisha pyetje tjetër, po në këtë prizën. Po, vazhdoje. Do ishte mirë që policia e shtetit, shërbimet shqiptare të bënin një veprim të tillë dhe mos të prisnim që website-in ta mbyllte FBI, që megjithëse në fund të ditës nuk ka asnjë vlerë sepse u mbyll website-i nga FBI, u hakun. Të dhënat kanë ikur prapë, po. Të dhënat aty janë disponuar. Ne arritëm të mbyllnim TikTok-un në Shqipëri
që ishte një nonsens, por nga ana tjetër vazhdojmë të lejmë të hapur Telegramin dhe nuk e di nëse është kontaktuar me përfaqësuesit e Telegramit për të mbyllur këto grupe ose për të gjurmuar gjitha këto grupe në mënyrë që dhënat mos vazhdojnë dhe të përhapen. Sepse ndërsa agenti i FBI-t i ka bler, ju asiguroj që pjesa më e madhe e qytetarëve, dhe shqiptarë dhe jo shqiptarë, të mjaftonte një kërkim në Google për të gjetur pjesën më të madhe të dhënave të qytetarëve shqiptarë. Në mënyrë naive dhe dashamirëse ne ram pre e dëshirës mirë për të ndihmuar, po në fakt Shteti shqiptar akoma nuk ka kërkuar ndjes publike për rrjedhjen e dhënave dhe këtë skandal ku ka çduar gjithë sistemi, pra ka rënë. Ndoshta deri diku është defaji jonë si shqiptar. Po pranoj këtë, fillimisht duhet pranoj këtë që të shkojmë pastaj tek mënyra se si do rregullohet dëmi duke bërë kartat e reja. Ne s'mund të shkojmë dot tek rregullimi i kartave të reja ose nxjerrja ribërja e kartave të reja, pa u pranuar faktin. Ne s'kemi pranuar akoma faktin. Qeveria s'pranon akoma faktin. Ne kemi administruar me shumë sukses, thot kryeministri operacionin, duke mos pranuar që është një dështim total, disaster, bien gjitha serverat e Albanias gati thuajse çdo ditë ka një problem me serverat. Shteti 9 më i fuqishëm në botë për sa i përket mbrojtjes kibernetike, thot zoti kryeministër. Kemi lënë pas dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelin si pioner në këtë fushë. Por nga ana tjetër, nëse mbani mend momentin që ndodhen hakerimet, të gjithë narrativën e drejtoi zoti kryeministër në X, në Twitter, aso kohë, ku u tha që u hakerua një mailbox, pastaj momentin që publikonin hakrat u kthyen në 5, pastaj u shpadhen heroj të punës një pjesë kolegëve që punojnë. Mirlinda Karcanaj ishte në nivelin më të lartë të superlativave. Pra në fund hoqën dorë, nuk u morën më me këtë çështje, po të shikojmë edhe rastin e Postës Shqiptare, akoma nuk kemi një raport të mirëfill, kemi një raport për parlamentin i cili është shumë i detajuar teknikisht, po që nuk i jep përgjigje qytetarëve, pra mund të më jap mua përgjigje si njohës i fushës për të kuptuar çfarë ka ndodhur nga ana teknike, por qytetarëve nuk i intereson kjo pjesë, i intereson të dinë çfarë është prekur dhe kush është rreziku, kush janë dhënat e qytetarëve që janë marrë dhe a janë përdorur dhe a do përdoren. Pra ne duhet kemi një monitorim shtetëror për qytetarët. Pra nëse dhënat e qytetarëve shqiptar po keq përdoren online. Dhe një gjë e tillë nuk po ndodh dhe fatkeqësisht nuk besoj që do ndodhë as në të ardhmen. Për kryeministrin ka rëndësi kontrolli i narrativës. Faleminderit Besmir për gjithë prezencën dhe shtërimin e gjithçka që diskutuam së bashku. I mirëpritur në revista. Faleminderit nga ana juaj.